Në qytetin e Lushnjës është çelur panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë 2026, i cili këtë vit vjen në edicionin e 5. Për 3 ditë me radhë nga 28 deri më 30 prill, sheshi qendror i qytetit do të mirëpres fermer, kompani, ekspert dhe inovator nga Shqipëria dhe rajoni, duke e kthyer Lushnjën në një pikë takimi për zhvillimet më të fundit në bujqësi. Në këtë panajir prezantohen teknologjitë më të reja në sektorin bujqësor, produkte vendase cilësore, si dhe krijohen mundësi konkrete bashkëpunimi dhe zhvillimi biznesi. Gjithashtu, aktiviteti synon të sjellë ide dhe modele të reja që ndikojnë në rritjen dhe modernizimin e bujqësisë. Të pranishëm në ditën e parë të çeljes ishin përfaqësues të institucioneve qendrore dhe vendore, mes tyre ministri i bujqësisë Andi Salla, si dhe kryetaria e Bashkisë së Lushnjës Eriselda Sefa. Ceremonia e hapjes nisi me një program artistik për të vijuar më pas me fjalën e organizatorëve të panajirit. Më tej të pranishmit u përshëndetën nga kryebashkiakja Eriselda Sefa, e cila theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti për mbështetjen e fermerëve dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Partner, ekspozues, bashkëpunëtor, miq dhe dashamirës të bujqësisë. Kam kënaqësinë të uroj mirëseardhjen në edicionin e 5 të panajirit Ditët e Bujqësisë, organizuar nga Iceberg Exhibitions me mbështetjen e institucioneve dhe kompanive kryesore të sektorit. 5 vite më parë, ky panajir nisi thjesht me një ide, të krijonin një platformë komunikimi ku të takohen njerëzit e bujqësisë çdo vit, të informohen, të ndërgjegjësohen mbi praktikat më inovative, të bëhen bashkë e të eksplorojnë mundësi bashkëpunimi dhe partneriteti. Të bujqësisë, promovimit të inovacionit dhe ndërtimit të urave bashkëpunuese mes fermerëve, bizneseve dhe institucioneve. Sot, me krenarit themi se ky vizion është kthyer në realitet. Ditët e bujqësisë janë tashmë një pikë takimi i rëndësishëm për aktorët kryesor të sektorit, duke dyfishuar numrin e pjesëmarrjeve në vite dhe duke tërhequr kompani vendase ndërkombëtare. Ky panajir ka shërbyer si një platformë e suksesshme për krijimin e partneriteteve strategjike, prezantimin e teknologjive të reja dhe nxitjen e zhvillimit bujqësor dhe rural në Lushnjë, Myzeqe dhe Mëngjerë. Në këtë ditë të rëndësishme, dua të shpreh mirënjohjen time për qeverinë shqiptare dhe ministrin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, si dhe për organizatorët e përkushtuar Iceberg Exhibition, të cilët kanë kontribuar në shndërrimin e këtij panajiri në një traditë të suksesshme çdo fund prilli që prej vitit 2022. Por suksesi që shohim sot nuk është vetëm një eventi, ai është mbi të gjitha rezultati i punës së palodhur të fermerëve tanë. Më pas, çeljen e panajirit e përshëndeti ministri Andi Salla, duke u shprehur se Lushnja pret për të 500 vit panajirin ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë. Në fund, të gjithë pjesëmarrësit vizituan stendat pjesëmarrëse në këtë panajir. Ne si Ministri i Bujqësisë jemi duke vazhduar punën me Bashkinë e Lushnjës, por edhe shumë bashki të tjera. Për shkakun e vetëm të cilët ne sot jemi duke bërë bashkë në SHPP, siç është Lushnja, por edhe çdo bashki e Shqipërisë do të jetë pjesë e këtij modeli. Për të qenë bashkuar në mënyrë që ne jo vetëm të jemi në një kompani më e madhe, por edhe një sasi dhe një cilësi, me e cila ne jemi duke punuar në laboratorët, me pikat kuditare, me skemat kontare, me mbështetje dhe shumë shpejt ajo që është edhe më rëndësishme hape i parë. Panajiri është një mundësi e mirë për promovimin e produkteve lokale dhe jo vetëm, siç është zona e Myzeqes dhe kryesisht Lushnja, që ka produkte pafund, por që janë aktualisht shumica e tyre janë pa zbuluara. Ky panajir synon që nëpërmjet kontakteve me blerës vendas, por jo vetëm, edhe të huaj, të krijoj ura bashkëpunimi për të shitur produktet tona lokale dhe kombëtare. Produktet tona janë të certifikuara dhe bashkëpunimi me fermerët është gjatë gjithë vitit, që kur ata fillojnë punë në fermat e tyre, në parcelat e tyre, ku ne bashkëpunojmë për të krijuar një produkt sa më organik dhe të dashur me mjedisin. Kështu janë dhe produktet tona që ne synojmë promovimin sot në këtë panajir. Komenti jonë si fermer është reklamimi i produktit kulturës patates për tregtim dhe për çmim.
që është baza, se prodhimi njelet stogje, pa u tregtu, fermerit demoralizohet, s'ka në mundet për me punu. Por kur tregtohet, kur ka çmim, shtohet sipërfaqja e prodhimit të patates dhe shishtavës të kukshit. Ky është qëllimi. Dhe mirëmbajtja dhe ruajtja e kulturës patates bëhet në kavaleta ose në magazinat frigoriferike që bëhet me standard sipas kushteve që kërkon patatja për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e saj. A është problemi i tregtimit patatës sot në Shqipëri? Sot është shumë problem. Pse lind pyetja? Lind pyetja se importohet dhe vjen mall nga jashtë, ndërsa vendas jetë nëpër magazinat dhe stogjet të fermerët. Ky është pika. Kishin një tjetër për institucionet e shtetit, pasi sot jeni dhe pjesë e këtij panajiri? Si i bëj shtetit që të bllokoj prodhimet e jashtme për brenda vendit, pa u tregtu prodhimet e fermerëve. Ky është qëllimi.